specifikisht ndeshjen me Ignatin. Dalemi tek Partizani, okej, shumë mirë. Partizani është në vazhdën e rezultateve të mira. Pra, i vetmi objektiv që ka Partizani, që mendoj unë, që çdo ditë që del stërvitje, është 3 pikëshi dhe lufta për të kapur Final Fourin. Kjo e bën agresiv Partizanin, e bën të fort në mbrojtje Partizani dhe e bën një administrues shumë të mirë të rezultatit që fitojnë në një kohë shumë të shpejtë. Dhe kjo është shfrytzuar shumë mirë nga tekniku Kërnaja, i cili e ka ndjekur ekipin duke qenë pjesë e akademisë aty apo edhe e Partizanit B, kur e mori, i kishte objektivat e qarta, e njifte grupin mirë, e dinte agresivitetin e këtyre lojtarëve, u përforcua dhe me Sidiben, dhe tashmë Partizani është në vazhdën e rezultateve të mira. Por kampionati i këtij viti ka treguar që pas po themi ditëve të bukura vijnë edhe zhbalancimet në skuadrë, kështu që javën e ardhshme me Dinamon do ta shohim edhe Partizanin e vërtet. Pra, deri këtu erdhën.